Zoti Milaqi, si po shihet në Gjermani situata politike në Shqipëri dhe çfarë sinjalizon BE-ja? Në vetvete, Gjermanët në politikën e jashtme janë pak të tërhequr dhe sigurisht si një shtet i madh respektohen edhe hierarkitë midis po themi instancave politike ose vendimmarrëse. Kryesisht për politikën e jashtme kemi, ose të paktën edhe për rajonin e Ballkanit dhe Shqipërinë zakonisht kemi si partitë politike të cilat dashje pa dashje reflektojnë ato, domethënë qëndrimin e qeverisë gjermane, Partia Socialdemokrate dhe Partia Kristian-Demokrate. Dhe më pas kemi anëtarët e partive respektive nga Komisioni Parlamentar për Marrëdhëniet me Jashtë, por gjithashtu paralelisht kemi dy aktorë kryesorë të politikës jashtme, kryesisht për Evropën, zoti Kriq Palm, i cili është ministri federal për Evropën, dhe zoti Vadeful si ministri punëve të jashtme të Gjermanisë. Të dy, për hir të vërtetës, të dy njohës mirë të Ballkanit dhe të Shqipërisë, madje të cilët e kanë ndjekur nga afër zhvillimin jo vetëm ligjor në vetvete, por dhe zhvillimet politike në Shqipëri. Zoti Kriq Palm edhe më parë ka qenë goxha vokal edhe për sa i përket më parë zhvillime që kanë bënë me opozitën, por dhe edhe me qëndrimet e qeverisë shqiptare. Për sa i përket zhvillimeve të fundit, ju tashmë jeni ndjeni të qëndrimit të ambasadës gjermane, si përfaqësi diplomatike dhe zëri drejt për drejt i Ministrisë së Jashtme gjermane, kështu që në këto kontekst ambasada ka qenë goxha e drejt për drejt dhe e qartë që nga Gjermania si lokomotivë e Bashkimit Evropian, po dhe në unison me përfaqësinë diplomatike të BE-s në Shqipëri, domethënë pritet nga qeveria shqiptare që personat në hetim të hiqet imuniteti. Në Gjermani ka raste pafund ku jo njerëz që janë në hetim, si rasti i zonës Balluku, po thjesht ku pritet për shembull të ketë hetime. Rasti më i freskët është një deputeti që vinte nga po themi ajo lidhja rinore e CDU-s, domethënë, dhe për shkak të një konflikti në familje ku ish bashkëshortja e tij, domethënë tashmë niste proces gjyqësor ndaj tij për ndarje, domethënë, dhe një farë mënyrë zgjidhje e lidhjes martesore. Vetë ky fakt, domethënë, që personi në fjalë do të ishte pjesë e një procesi gjyqësor, ai u detyruat të heqë dorë nga mandati i tij deputetit dhe madje dhe informoi shumë herët më përpara fraksionin e tij ku ai bënte pjesë. Që në këtë kontekst është i paimagjinueshme për eksperiencën politike në Gjermani që persona në hetim nga SPAK-u, nga institucionet të larta dhe prokurisë speciale që kanë dhe ku një farë mënyrë dhe akuza është jo vetëm për korrupsion, po kemi të bëjmë me keqpërdorim të fondeve publike, akuzat ndryshme për shpërdorim detyre, në këto kontekste janë akuzat të rënda ku normalisht pritet që për një shtet që aspiron të integrohet në BE, normalisht patjetër që të hiqet imuniteti, aq më shumë që zoti Rama ka ngritur një narrativ, domethënë që Shqipëria ka një progres të madh për sa i përket përafrimit apo hapjes kapitulleve dhe përafrimit kryesisht të kapitulleve fundamental që kanë bënë me drejtën e shtetit e ligjor. Ju personalisht si e lexoni kartonat e Partisë Socialiste pro Ballukut? Besoj që për faktin që zonja Balluku ka qenë në një pozicion goxha të, si më thon, goxha vizibil, goxha të eksponuar në një farë mënyrë dhe patjetër që si zëvendës kryeministër është në dieni të çdo vendimi dhe dashje pa dashje prapa çdo vendimi i tillë fshihet edhe hija apo dora e zotit Rama, ku njihet që në Shqipëri pak a shumë pushteti është i centralizuar, madje dhe agjencitë të ndryshme shtetërore janë centralizuar në pushtetin e kryeministrisë, kështu që në këtë kontekst besoj që unë pak më lexoj në këtë mënyrë që zoti Rama dashje pa dashje nuk është një lloj dileme, nuk e heq dorë dot, domethënë, nga personi i zonës Balluku, në dallim nga zoti Velia si më parë. Sepse besoj që vetë do të rrezikojë pushteti i tij dhe ndoshta edhe fraksionet brenda partisë pati një lloj lehtësimi të pushtetit brendshëm të zonës Balluku në një votim në parlament ku vetë po themi fraksioni që mbështeste zonën Balluku nuk mori pjesë në votime dhe votat e
qeverisë ose të paktën fraksionit në pushtet në parlament, domethënë zbritën 82 vota apo 84 vota në 62 vota. Kështu që në këto kontekst besoj që është një dilemë e zotit Rama, por si thash në rrafshin politik besoj që është një sinjal negativ, jo vetëm po themi ndaj faktorit ndërkombëtar, por edhe në Shqipëri besoj është në gramat e fundit dhe normalisht bie ndesh me gjithë ato narrativën që zoti Rama ka ngritur që në farë mënyrë me reformën drejtësi nuk ka më mbrojtje për deputetët apo politikanët e shturur, korruptuar, ministrat dhe të gjithë janë barabartë para ligjit. Në këtë kontekst, hapi i Partisë Socialiste tregon që jo të gjithë janë barabartë para ligjit, por në fillim vendos ma ligji dhe pastaj ligji. Zoti Milaqi, ambasada gjermane në Tiranë reagoi ashpër ndaj vendimit të socialistëve për të mos lejuar kështu arrestimin e Belinda Ballukut. Keni ju një koment mbi këtë situatë? Por si thash, në vetvete është goxha sinjal i fuqishëm, sepse eksperienca të paktën nëse vëzhgohet vazhdimisht e curinë e saj politika jashtme gjermane, ose po të kemi dhe paralelet e saj, jo vetëm në rajon, po dhe në nivele më të larta, për shembull ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo zhvillime kryesisht për shembull që kanë bënë me konfliktin tashmë aktiv në Iran, përballet gjithmonë politika gjermane, duke qenë se ka një rol goxha me peshë në Bashkimin Evropian, ka qenë goxha e tërhequr dhe zakonisht politika gjermane shkon në unison me politikën jashtme evropiane, duke qenë se është pjesë e kompetencave, domethënë, të Bashkimit Evropian një politikë jashtme e përbashkët, politikë jashtme dhe sigurisë. Kështu që në këto kontekst një mesazh i tillë apo një prononcim i tillë i ambasadës gjermane është për të interpretuar në nota goxha të rënda, sepse si thash më parë nuk janë njohur për shembull sinjale të tilla që ambasada gjermane të shprehet drejt për drejt në një gjuhë të tillë. Kështu që në këto kontekst besoj që është sinjal i qartë që një zhvillim i tillë është një regres, qoftë ndaj faktorit ndërkombëtar, por dhe ndaj aleatëve në Bashkimin Evropian dhe kryesisht edhe gjermanëve. Paralelisht me këtë kemi dhe atë artikullin e famshëm që zoti Rama në farë mënyrë publikoi së bashku me zotin Vučić, ku një farë mënyrë promovonte një lloj modeli integrimi në thonjza për hatërmbetje, për arsye apo interese gjeopolitike dhe në mbështetje të asaj që njihet tashmë si modeli evropian i stabiliokracisë, pa e dhënë rëndësi një farë mënyrë vlerave evropiane apo dhe atyre kushteve teknike të integrimit në BE. Dhe në këtë kontekst, publikimi një artikull të paguar një farë mënyrë të një prestigjioze gjermane, siç është FACI apo FAZ, nuk është sinjal pozitiv, sepse e para, po promovon promovon një individ siç është zoti Vučić, i cili një farë mënyre ka goxha rënje të reputacionit brenda Serbi për shkak të protestave, nga ana tjetër njihet afërsia e zotit Vučić me Rusinë dhe kritikat që janë ushtruar nga Bashkimi Evropian për sa i përket mos përmbajtjes apo mos implementimit të sancioneve për kundrejt Rusisë. Dhe nga ana tjetër, të paktën nëse krahasojmë me curinë e Serbisë me Shqipërinë, pati një lloj sinjali pozitiv fakti që Shqipëria apo procesi i integrimit të Shqipërisë dhe në farë mënyrë negociatave të hapjes së kapitullit do të konsiderojë dhe trajtojë ndarë nga pjesa tjetër e Ballkanit bashkë me Malin e Zi. Në këtë kontekst, sinjale të tilla që synojnë dashje pa dashje drejt për drejt vendimarrësit gjerman nuk priten në mënyrë pozitive dhe besoj është një lloj treguesi për humbjen e shpresës nga zoti Rama dhe thjesht përdor mënyra të tilla për të tërhequr vëmendjen, sepse ai e di shumë mirë që Gjermania luan rol të rëndësishëm për sa i përket ecurisë në zhvillimin të mëtejshme të negociatave, jo vetëm të kapitulleve, po dhe sinjalet që përcillen brenda BE-s. Të mos harrojmë se Gjermania më parë, në vitin 2019, edhe kryesisht fraksioni aktual në qeveri ai CDU-s, CSU-s, kushtëzoi bashkë me liberalët në integrimin apo si më thënë zgjerimin e BE-s, por kryesisht dhe integrimin e Shqipërisë me disa kushte, kundër të tjera
renditeshin liria e shprehjes, liria e medias, dënimi i krimeve zgjedhore, dëshkueshmëria për sa i përket po themi titullarëve dhe personave pushtet, gjithashtu depolitizimi i administratës publike dhe më radh luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar, kështu që në këto kontekst për sa i përket këtyre treguesve kemi një lloj regresi dhe në vetvete, prandaj dhe jo vetëm Gjermania, po të gjithë aktorët ndërkombëtar, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë mbështetur pa hezitim dhe pa doza rezerve Prokurorinë Speciale dhe SPAK-un, sepse një farë mënyre ka treguar domethënë që në një farë mënyre lëkundet këmbët e pushtetit dhe në këtë mënyrë ka një lloj konflikti tashmë të dukshëm midis pushtetit zotit Rama dhe si më thënë reformës në drejtësi apo dhe institucionet që implementojnë këtë reformë dhe dashje pa dashje dhe aktorëve që mbështesin këtë hap të Shqipërisë. Apo rrezikohet bllokimi i negociatave të integrimit, çfarë mesazhi vjen nga Berlini? Besoj që është herët për të dalë në konkluzione, siç thash në vetvete pritet për të parë dhe si do të jetë progres raporti i Komisionit Evropian për sa i përket Shqipërisë për këtë vit. Dhe mbetet për të parë në vijim edhe se si do të jetë, po themi, komunikimi, edhe narrativa apo zhvillimi edhe përqasja e zotit Rama për sa i përket, siç thash, këtyre treguesve, qoftë liria e medias, ne sot patëm për shembull një sulm të drejtë për drejtë nga zoti Rama ndaj një gazetare të një mediumi, shenja që tregojnë një lloj dobësimi, domethënë në vetvete të zotit Rama dhe një lloj stresi, kështu që në këto kontekst domethënë mbetet për të parë si do të jetë ecuria e protestave të opozitës, të cilat për hir të vërtetës janë mbështetur së fundmi edhe nga partitë si Motra ose Partitë Popullore në Evropë, qoftë partitë e djathta apo dhe elemente të tjerë të faktorët ndërkombëtar, kështu që në këto kontekst, siç thash, është pak herët për të dalë në konkluzione, por besoj që të gjitha këto elemente, siç janë mosheqja e imunitetit zonës Balluku, një farë mënyrë luftimi apo dhe bërja këshëri me median dhe lirinë e shprehjes në Shqipëri, apo dhe gjithashtu minimizimi i rolit të opozitës në vetvete, një institucion që është pjesë si më thënë, hallkës kushtetuese, po dhe hallkës mbarës pushtetit dhe element i rëndësishëm i demokracisë. Kështu që në këto kontekst, në momentin që gjitha këto elemente dhe hallka pastaj disbalancohen, besoj që do të ketë një reagim të drejtpërdrejtë nga aktorët kryesorë në Bashkimin Evropian, siç janë dhe Gjermania. Nga ajo që ju perceptoni në komunikimet me diasporën dhe institucionet europiane, çfarë sinjalesh reale po vijnë nga Brukseli për Shqipërinë? A ka shqetësim se zhvillimet e fundit politike mund të ndikojnë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian? Është pak pyetje e vështirë sepse në vetvete kemi të bëjmë një proces goxha kompleks politik. Domethënë Bashkimi Evropian patjetër që ka atë, po themi, ka ato rregullat e saj për sa i përket rregullat e zgjerimit apo dhe një metodologji të re për sa i përket zgjerimit vetvete dhe apo integrimit të shteteve të reja, apo dhe vlerësimit të negocimeve të kapitulleve, por nga ana tjetër mos harrojmë se Bashkimi Evropian është dhe një kompleks interesesh që kanë interesesh nacionale, ku luajnë rol shtetet e Vishegradit apo shtetet e ish-bashkimit sovjetik, shtetet lindore si Polonia, Çekia, Slovakia, Hungaria, kemi shtete të tjera domethënë të jugut, kështu që në gjitha këto kontekst, gjitha këto interesa, veriu, lindja, perëndimi reflektohen dashje pa dashje dhe më pas edhe nga ngjyrimet politike, nëse dominon e djathta e qendrës apo dhe Partitë Socialdemokrate, dhe gjitha këto interesa pastaj reflektohen edhe dashje pa dashje edhe në pozicione ndryshme tek institucionet përkatëse siç janë Komisioni apo dhe Këshilli i Evropës. Kështu që është pak herët për të dalë në vendime, normalisht situata nuk është pozitive për sa i përket rritjes së ekstremit të djathtë në shumë vende, përfshirë dhe Gjermaninë, ku kemi një rritje të ekstremit të djathtë në anketime apo dhe në zgjedhjet e fundit, për shembull ne patëm javën e kaluar të dielën patëm zgjedhjen në landin e Baden-Württemberg këtu në Gjermani, një nga landi i tretë në programacia në Gjermani, ku djathta ekstreme u dyfishuar në përqindje.
Kështu që duke marrë në konsiderat gjitha këto elemente, besoj që nuk është momenti i volitshëm për të përcjellë sinjalet të tilla siç u përcollën dje nga zoti Rama apo edhe nga Partia Socialiste e Partia në pushtet për mos heqjen e imunitetit Ballukut, sepse në një farë mënyrë çon ujë në burimin e si më thonë shumë elementeve të cilët normalisht nuk e dëshirojnë zgjerimin e Bashkimit Evropian apo dhe përfshirjen e Shqipërisë në këtë bashkësi. Zoti Milaqi, së fundmi është diskutuar shumë për një artikull të përbashkët të Edi Ramës dhe Aleksandar Vučić në media ndërkombëtare. Si u prit ky shkrim në Gjermani dhe në qarqet e diasporës shqiptare? A mendoni se përmes këtij artikulli po përpiqen të shmangin përgjegjësitë për tensionet dhe problemet në rajon? Unë e përmenda më parë, solla pak në vëmendje që një artikull i tillë është kritik dhe skandaloz në shumë rrafshe, në rrafshin gjeopolitik, siç thash, Serbia është pak a shumë vëllai apo motra e vogël e Rusisë në Ballkan. Nga ana tjetër kemi aspektin historik, domethënë rolin e Serbisë në gjenocidin Kosovë dhe rolin destruktiv të Serbisë qoftë në politikën e jashtme, po dhe në zhvillimin e brendshëm të Kosovës. Kështu që në këtë kontekst është e pafalshme që në një farë mënyrë zoti Rama bën apologetikun e zotit Vučić dhe nga ana tjetër përpost aspekti gjeopolitik apo edhe të interesave të brendshme të kombit shqiptar. Besoj që thash është thjesht një tentativë e pashpresë të dy individëve për të treguar apo sinjalizuar që dëshirojmë integrimin BE, po i lutem që, domethënë edhe në funksion të stabilokracisë, për ata që nuk e njohin stabilokracinë vetvete është një përqasje që ka ndjekur Evropa në dekadat e fundit në Ballkan, ku kryesisht është dhënë fokusi apo rëndësia ndaj stabilitetit të sigurisë të këtij gatishulli, pa u fokusuar shumë tek rëndësia apo përforcimi i institucioneve demokratike. Në këtë kontekst ka një lloj rrezikimi, këtu përfshi dhe diasporën e cila është sensitive dhe diasporat, jo vetëm diaspora shqiptare, por edhe diasporat respektive të shtetet të Ballkanit Perëndimor luajnë një rol goxha kritik në raport me shtetet ku ato jetojnë dhe me partitë të cilat në një farë mënyrë marrin vendimet se duhet hequr dorë nga kjo përqasje stabilokracisë dhe të fokusohet një farë mënyrë kryesisht ose konkretisht edhe procesi integrimit tek reformat demokratike apo dhe demokratizimi, përforcimi i shtetit të së drejtës, demokratizimi i vendit. Në këtë kontekst ka shumë për të diskutuar dhe për të kritikuar siç thash tek artikulli në fjalë. Nuk kam lexuar në vetvete reagime publike, se siç thash, zakonisht faktori politik në Gjermani, kryesisht dhe faktori i politikës jashtme janë goxha të rezervuar dhe besoj që dalin më pas momenti që shikojnë një lloj përshkallëzimi të situatës politike apo dhe rrjedhin një farë mënyrë të asaj që quhet narrativ normale e përqasjes së integrimit, do të ketë pastaj edhe besoj dhe reagime më të forta, siç thash dhe dje reagimi i ambasadës gjermane në Shqipëri. Zoti Milaqi, faleminderit për gjithçka ndat me ne. Kënaqësia ime, faleminderit. Gjithë mirat.